nga të cilat shumica e këtyre parave nuk shkojnë as për armatime të tjera, për veshje, ushqime, për gjëra quhe, për të zhvilluar tendera, kuptohet. Nuk kemi aviacion, kemi vetëm disa helikopterë që nuk i ke për asnjë gjë, ata janë për ndonjë furnizim apo ndonjë ndihmë. Bile kosto atyre helikopterëve është bërë problem sepse shërbimi për mirëmbajtjen e tyre koston më shumë se sa të blesh helikopter të rinj. Aviacion po s'kemi fare, aviacion luftarak ne nuk kemi. S'kemi flot detare, kemi vetëm ca një patrullimi dhe ato sepse mbrojtja e Bregdetit ishte atashuar Italisë, mbrojtja ajrore ishte atashuar Greqisë, kështu që janë të tjerë që do na mbrojnë neve. Se sa e sigurt është një mbrojtje e tillë, hajde merr vesh. Dhe pastaj s'kemi as tanke as gjë kështu. Kemi vetëm ca makina të blinduara e tjera që janë thjesht për qëllime operacionale të vogla dhe në fundit ato mund të përdoren për operacione në shkallë të vogël, sidomos për qëllime policore, sepse për operacione luftarake nuk mund. Kështu që ne jemi komplet të çarmatosur në këtë drejtim. Domethënë, jo vetëm si armatim, po ne jemi edhe të pas një bazë në organizim, në trajtim, në përgatitjen e vendit për një mbrojtje të caktuar. Por nga mund t'ja nisim tani sa kohë kemi dhe çfarë mund bëjmë? Unë e shoh problemin të vështirë për të ringritur sepse politika jonë nuk e ka iden fare në këtë drejtim, që të bëjë diçka për mbrojtje. Sepse ose nuk u kupton ose nuk do ta kuptoj as situatën ndërkombëtare, as situatën këtu lokale në Ballkan. Ne mbas viteve 90 politika jonë adaptoi këtë që ne nuk kemi pse harxojmë për mbrojtje sepse ne i kemi të gjithë miq. Një politik pa vizion fare. Se mund të jesh sot mik me një, nesër ai mik mund të braktisë edhe më e keqja mund të kthehet dhe në armik. Këto janë ngjarje të zakonshme në histori, nuk përbën ndonjë problem. Ndërsa ne i marrim si tabu këto thonje dhe kështu e katandisën vendin që jemi pa aftësi mbrojtëse. Dhe është diskutuar shumë herë, do vëm shërbimin e detyrueshëm ushtarak, apo jo, ta vëm, mos ta vëm, të kemi rezerviste, janë të gjitha muhabete që bëhen nëpër studio televizive, nëpër zyra, po praktikisht nuk ka asnjë gjë. Çfarë mund të bësh me 3500 ushtarë që kemi ne sot praktikisht? Në kohën që Shqipërisë i duhen në një organizim operativ dhe strategjik të ketë pak një 8 deri në 10 divizione. Me këto ushtri që kemi ne sot nuk kompletojmë një divizion. Nuk e kompletojmë dot. Një divizion që ka të paktën 12.000 deri në 15.000 ushtar aktiv. Nuk e bëjmë dot. Por Shqipëria do 8 deri në 10 divizione për mbrojtje minimale. Derisa s'kemi divizione, nuk po flasim për regjimentet e tjera të thash. Ushtria jonë reduktohet në një njësi që quhet Brigada e Reagimit të Shpejtë, e cila ka ca njësi të vogla, ajo është për ju thash. Ushtria jonë fundit ne deklarojmë që kemi ushtri, ku vjen sezoni i plazhit vetëm let shishet pastron plazh nga plera. Ky është aktiviteti i ushtrisë ose vete për të shuar zjarret që ndesin fshatarët në mal.